Shoqata Kastrioti në Zvicër këtë vit grumbulloi bashkëvendesit e tyre në manifestimin e dytë me radhë, ku përveç pjesës artistike të pranishmit zhvilluan bisedë vllazërore, të cilat si synim kishin mbështetjen e nevojave që mund të ketë vendbanimi i tyre në vendlindje pra fshati Sërbic. Të tubuar në një sallë e cila përmblodhi mbi 200 pjesëmarrës nga origjina e tyre fshati Sërbic, si dhe musafir të tjerë ku mes tyre ishin prezent edhe përfaqësues të shoqatave si motra që veprojnë në Zvicër. Në moderimin me shumë elegancë nga Vjolca Sherbeti, shoqata Kastrioti do të mbante manifestimin e tyre kulturor, ku si qëllim kryesor ka ruajtjen e komunikimit mes njëri tjetrit, të ruajtjes së gjuhës e trashëgimisë kulturore të fëmijët që rriten jashtë, si dhe të nevojave që ka vendlindja për ta ndihmuar. Programi do të fillonte me fjalimin e kryetarit të shoqatës Kastrioti Arlind Ballazhi, i cili do të referonte rreth veprimtarisë që zhvillon shoqata dhe ideve të reja që ajo ka për ta përhapur këtë bashkëpunim edhe me bashkëvendasit e këtij fshati që jetojnë në shtetet e Perëndimit dhe atyre në Amerikë. Mes tjerash, ai do të potenconte. Fal jush si antar dhe grupi që mori angazhimin, po mbahet manifestimi i dytë i kësaj shoqate, ku dhe shpresojmë që do të ketë edhe shumë manifestime të këtilla në vitet që vijnë pas. Ne ende jemi në hapat e para, por viti në vit nuk dalojmë as pak që të ecim përpara me aktivitetet tona të përbashkëta, ku si projekt të madh që kemi për të realizuar është edhe parcela në mesin e fshatit dhe gjithë kjo falë kontributit dhe angazhimit tuaj. Ku tani më punimet munden të fillojnë në pranverën e vitit të ardhshëm. Në mbledhjen e ardhshme që do të vijë, do të diskutohet më hollësisht në lidhje me këtë projekt. Gjithashtu do të diskutohet nëse do të marrin pjesë në organizimin e turnirit në futboll të vogël, që mbahet për çdo vit në Kërçov, ku morën pjesë edhe vitin e kaluar, si dhe shumë pika të tjera që i ka në plan për të realizuar kjo shoqatë. E ndjej për obligim që t'ju të lexoj këtu përpara jush telegramën e pranuar nga kryetari i komunës së Kërçovës, zotri Fatmir Dehari, ku thuhet: Të dashur bashkëvendas të mi, duke u përgëzuar për organizimin e manifestimit tuaj, i cili në thelb ka si objektiv për të qenë të pandar me vendlinjen tonë të përbashkët, më ngelet për t'ju vlerësuar dhe falenderuar për kontributin tuaj që jepni në çdo sferë të jetës për vendin tonë. Edhe pse dëshira ime ishte e madhe për të qenë sot fizikisht mes jush, obligimet që lidhen me detyrimet që kam në qeverisjen e komunës sonë, kësaj radhe ma pamundësuan ardhjen time. Andaj, nëpërmjet kësaj letre më ngelet t'ju uroj suksese pafund në misionin tuaj adhetar, me shpresë se mungesa ime do të mirë kuptohet nga ana juaj. Duke qenë moralisht e shpirtërisht pranë jush, pranoni të falat e mia të përzemërta. Me respekt nga juaj Fatmir Dehari. Më pas, në podium do të paraqitej sekretari i shoqatës Flamur Arslani, i cili përveç se do të prezantonte numrin e antarësisë dhe buxhetin e shoqatës, i cili është gjithnjë në rritje, dhe planet për të realizuar disa investime në qendrën e fshatit Sërbic, ai do të faleminderonte të gjithë të pranishmit për mbështetjen morale që i kanë dhënë Flamurit në ngritjen e karrierës artistike, i cili për një kohë të shkurtër ka realizuar disa paraqitje në kinematografinë me renome ndërkombëtare. Më pas, për të përshëndetur këtë aktivitet, organizatorët e tij do t'i inkurajonte kryetari i shoqatës kulturore Kërçova, Dr. Gafur Sherbeti, i cili duke i përgëzuar organizatorët do t'ju ofronte bashkëpunim se dhe të pranishmeve do t'ju bënte një ftesë të hapur për të qenë pjesëmarrës në eventin kulturor në 9 vjetorin e saj që do të organizojë shoqata kulturore Kërçova në Zvicër këtë të diel, ose konkretisht më datë 6 nëntor të këtij viti. Nga vendlindja në cilësinë e musafirit, i ftuar do të ishte gazetari dhe aktivisti i sektorit civil Bekim Adili, i cili duke falenderuar organizatorët për të pranishmit mes tjerash do të potenconte. Gjenezat e të qenurit adhetar të pjesëtarëve të fshatit tonë janë shumë të hershme. Jo rastësisht edhe ju merrni veprimtari
të cilat janë kryekëput me karakter atletar dhe kombëtar. Veprimtaria e patriotëve dhe atletarëve tanë ka qenë e vazhdueshme, edhe më vonë, edhe gjatë kohës së monizmit, edhe gjatë kohës së pluralizmit, ku kemi patur përfaqësues nga fshati ynë në të gjitha periudhat politike dhe historike, duke ardhur deri në ditët e sotshme, ku si që e dim, kryetarin e komunës pas 70 vitesh e kemi nga fshati ynë, fitore për cilën më ngelet edhe në emrin tij t'ju falenderoj dhe juve për faktin se pa kontributin dhe pjesëmarrjen tuaj ishte vështirë fitoria e komunës në 2013 dhe kam bindjen dhe jam shumë i sigurt që po edhe në 2017 fal kontributit tuaj do të përsërisim këtë fitore shumë jetike për ne kërçovarë. Programi artistik do të fillonte me recitime, këngë e valle nga fëmijët e shkollës shqipe që vepron në Vevej prej mbi 20 vitesh me radhë, e mbështetur nga shoqata shqiptare Kërçova dhe e udhëhequr nga mësuesi i palodhur me origjinë nga Ulqini, Zotim Musa Pali. Programi artistik i kësaj mbrëmje do të përmbyllej me grupin e valleve të përgatitur nga shoqata kulturore Kërçova, e cila enkas kishte ardhur për të përshëndetur këtë manifestim. Më pas, atmosfera festive do të vazhdonte në praninë e artistëve të njohur kërçovar Artan Jusufi e Demir Basha, të cilët krijuan një festë gazmore në të cilën të pranishmit do të vallëzonin duke festuar e kuvenduar në një ambient vllazëror. Për televizionin Gurra nga Olteni i Zvicrës, Dashmir Useini.